investitori vetëm në 13 vite i huaj si të largojmë dhe atë nga Shqipëria. Po, tu them unë ju. 13 vite nuk ka asnjë investitor të huaj në tokën shqiptare. 13 vite. Çfarë po ndodh? Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Qëndrimi është ky. Ne besojmë se investimet e huaja janë një rëndësie jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Sikundër, gjatë periudhës që qeverisëm, në Shqipëri u garantuan investimet më të mëdha në historinë e këtij vendi, vetëm në fushën energjetikë rreth 2 miliardë euro. Projekti historik i Trans-Adriatic Pipeline. Shifni që po ndodh me aeroport e Vlorës. A ka shqiptarë që nuk e din, që po bëjnë copat ja mirë një aksionet. Po, mos shifi njëri tjetrin, se e dini mirë dhe ju. Se bëni sigur çfarë po flet ky. Absolutisht po. Po, doni t'ja mirë një aksionet, sepse janë në lojë 130 milion euro. 10 milion në vit biletat munguara. Kjo është e gjithë puna që i shifni. Dhe pasi vendos gjykata e lartë, del Karakaçi, del ky dhe u thotë, gjeni zgjidhje tani. Po çfarë zgjidhje? A foli gjykata e lartë, zbato vendimin e gjykatës.